Përshëndetje të nderuara media, jemi këtu në qendër të kryeqytetit në sheshin Zahir Pajaziti, ku sot zjarfiksit ton, herojt ton, i kanë shpërnda këtu një pjesë të ekuipmentit të vetë që i kanë, pra kamionët, mënyra të ndryshme nëpërmjet të cilave dhe i mbrojnë jetat e qytetarëve tonë. Është sot 4 muaj dita ndërkombëtare e zjarfiksve, prandaj edhe publikisht dua t'ju uroj zjarfiksve edhe të vendit edhe atyre ndërkombëtar ditën e zjarfiksve sot. Njëherësht edhe i falenderoj nga zemra që zjarfiksit tonë janë 24 orë në ditë, 365 ditë në vit, janë të gatshëm në çfarëdo kohë që t'i ndihmojnë qytetit tonë, qytetarëve tonë, rajonit faktikisht, sepse zjarfiksa këtu në kryeqytet i ofrojnë shërbime edhe pjesëve tjera regionale në nevoja, në raste të nevojave. Edhe si e tillë ne si kryeqytet kemi bërë investime të shumta tash dhe vazhdojmë të bëjmë investime. Për shembull, mendojmë që zjarfiksit tonë që të jenë sa më të gatshëm që të mbrojnë jetat e tjerëve, duhet edhe ne t'i mbrojmë edhe mirëqenien e tyre. Edhe si rezultat për herë të parë në kryeqytet, faktikisht në Kosovë, kemi edhe organizu fizioterapist për zjarfiksit, po ashtu kemi organizu edhe shujta ditore për zjarfiksit që edhe në aspektin e nutricionizmit, faktikisht me qenë me pas një pikë ndihmëse për ta. Edhe po ashtu në buxhetin tonë në kryeqytet kemi buxhetuar edhe për pajisje të reja si kamion sulmues, si pajisje tjera shtesë për të mirën e zjarfiksve, po them gjithmonë zjarfiksit për të mirën e qytetarëve të kryeqytetit. Prandaj i falenderoj nga zemra, jam këtu me zotin Malgashi, drejtorin e zjarfiksve këtu në kryeqytet dhe në region, po ashtu edhe me drejtorin e sigurisë dhe emergjencave, zotin Lulzim Fushtica, ku po them jemi duke bërë një punë të madhe, po jo të mjaftueshme. Zjarfiksit meritojnë shumë, prandaj edhe këtu publikisht kërkoj që të kemi edhe një iniciativë dhe shtesë edhe nga niveli qendror, që t'i shtojmë po ashtu edhe zjarfiksit e ri, pra zjarfiksit tonë, ju kanë mungu zjarfiksat e ri me vitet të tona. Për fat të mirë, prej këtij viti tash kemi edhe 26 zjarfiks të ri shtesë, mirë po ju mungojnë edhe 44 tjerë. Pra duhet të vazhdojmë me zjarfiks të ri që t'i bashkohen këtyre brigadave të cilat janë me të vërtet herojt tonë të gjallë për çdo ditë. Faleminderit edhe një herë, urime 4 muajin ditën ndërkombëtare të zjarfiksve. Faleminderit shumë media, faleminderit kryetar, drejtori zot, faleminderit shumë në mbështetje, sot do 4 muaje, nuk është fest, është ditë për kujtu edhe për nderu të gjithë zjarfiksit tanë në botës që e kanë humbur jetën në kryerjen e detyrave. Mirë po, kjo nuk është për të nderu vetëm ata, është për të nderu sakrificën e përditshme që e japin zjarfiksat kudo që janë ata. Në veçantë na këtu flasim për shërbimin e zjarfikës dhe shpëtimit në kryeqytet, për të nderuar edhe kolegët tanë, edhe ata të cilët nuk janë pjesë e shërbimit, po kanë dalë në pension, të gjithë ata që kanë kontribu në shërbimin e zjarfikës dhe shpëtimit. Ky shërbim dhe sot kjo ditë që ne po e shënojmë, ka të bëjë me çështjen e sensibilizimit të qytetarëve mbi shërbimin e zjarfikës dhe shpëtimit, për t'ju ofruar edhe qytetarëve mi pa të gjitha kapacitetet të cilat ne i kemi, po kjo nuk do të thotë që i kemi të gjitha këtu të ekspozume. Sigurisht që ekipet kujdestare janë ekipe kujdestare për të qenë të gatshëm për të reaguar çfarëdo situate që na ndodh. Dhe një falënderim ekstra shkon sigurisht për kryetarin i cili i ka dhënë frymëri e këtij shërbimi me respekt, me mirësjellje, me investime që i ka bën, me atë sa ju ka dhënë mundësia për të bërë investime. Sigurisht që mund të më bëj shumë më shumë, por jam i sigurt që ky shërbim do të arrijë ditën e vet aty ku e meriton, edhe pse në të kaluamën nuk u konë aty ku e ka merituar ky shërbim tjetër, qoftë në shoqëri, qoftë në institucione. Pra falënderimi shkon për të gjithë ata të cilët kontribuojnë
në ngritjen e kapaciteteve humane dhe teknike të këtij shërbimi, sepse investimi në këtë shërbim nuk ka të bëjë për individin, ka të bëjë për ruajtjen e jetës së njerëzve, pasurisë së tyre dhe ambientit. Andaj kryetar, faleminderit shumë, faleminderit drejtori Zet, drejtor Lul dhe të gjithë atyne, të gjithë dikasterëve të komunës të cilat na mbështesin në kërkesat tona, pra po e thëmë, për aq sa i lejo ligji dhe është e mundshme për të kontribuar. Faleminderit shumë që i ka dhënë frymëmarrje kryetarit të këtij shërbimi. Faleminderit juve për punën monumentale që e bëni çdo ditë. Faleminderit. Faleminderit shumë. 24 orë në ditë, 365 ditë në vit, jeni të gatshëm me e sakrifiku jetën e juaj për me pështu jeta tjera. Edhe uroj që t'ju kemi për gjithmonë, që kjo mos ndodhë, mirë po e di nga zemra atë që ka e bëni për vendin tonë, për popullin tonë. Për këtë arsye edhe që nga fillimi e dini edhe kur kemi fillu mandatin menaxhimin e kryeqytetit këtu, i kemi pas disa premtime të cilat gati të gjitha i kemi përmbush, po jo që janë ato boll, jo që janë të mjaftueshme, sepse asgjë nuk është të mjaftueshme për juve. Po kemi fillu edhe atëherë ka qenë ndoshta o mor pak si qesharake çështja e fizioterapeutave për juve. Domethënë dikush juve me ju këshyr, me këshyr shëndetin e juve, sepse nuk jeni mësuar ndoshta, keni qenë të neglizhuar gjatë gjithë kohës. Mirë po ju them edhe ju kom thonë edhe atëherë. Ajo nuk ka qenë për juve, ka qenë për qytetarët e kryeqytetit. Domethënë se sa më të fortë jeni ju, sa më të shëndetshëm jeni ju, aq jeni më mirë ashtu të gatshëm për me mbrojt jetat të qytetarëve të kryeqytetit, prandaj kur mos e ndihni veten që nuk e meritoni. Jo që se meritoni shumë ma shumë. Edhe po punojmë çdo ditë edhe me drejtorin Fushtica në drejtorinë e sigurimit dhe emergjencave, për këtë arsye edhe kemi kriju këtë drejtori që t'jemi pranë jush. Edhe me ngritjen e buxhetit të kësaj drejtorie, pra edhe me kapacitete tjera, me pajisje tjera, si me kamion sulmues, si me pajisje tjera të cilat ju ndihmojnë çdo ditë, si me veshje, si me ushqim faktikisht, i cili është i dizajnuar që me ju majtë edhe më të shëndetshëm. Pra jemi gjatë ton kohës duke punu për me ju ndihmu. Mirë po kjo po them është edhe falë drejtorit ju të mrekullueshëm zotit Mal këtu, sepse e bën me zemër edhe ju don me zemër. Domethënë nuk e bën këtë, e ka ekipën e vet, unë e di si flasim për juve, si me qenë të familjes, e keni besimin ndaj njëri tjetrit, besimin ndaj udhëheqësisë aty, e kjo normal që neve na i lecën të gjitha, sepse jemi me të vërtetë si një familje e madhe në mbrojtje të jetave të qytetit, në mbrojtje të mirave të qytetit, në mbrojtje të ambientit të qytetit e të regionit tonë. Prandaj ne po them aq sa po mundemi me po bëjmë, po kjo nuk është as pak ashtu në nivel sa ju e meritoni. Mirë po nuk do të ndalemi.